Përshëndetem ditën e sotme, por ka qenë tema më e diskutuar e javëve e muajve të fundit. Çfarë do ndodh me 16 korrik, lind pyetja. Dhe për të do kemi një panel shumë interesant me të cilët do ta diskutojmë, avokatin Genc Gjokutaj dhe Sajmir Korreshin. Mirëmëngjes të dyve, mirë se vini. Mirëmëngjes. Në pyetja është jo vetëm për datën 16 korrik, çështja është çfarë do të ndodhë në 10 ditët e ardhshme. Ndërkohë që zjen kuvëndi, zjen Spaku, ka ardhur, s'ka ardhur letra, Spaku publikisht nuk e ka pohuar, privatisht nuk e ka mohuar, nuk po kuptohet më asgjë dhe mbi gjitha pse arriti çështja Ballukut të kthehej në një gjell kaq të shmangshme, por të komplikuar tani më ndërkohë që është kaq e thjeshtë. Të fillojmë me Korreshin, më pas Gjokutajn për një qendrim edhe më juridik se politik. Është vërtet që para 2 javësh ka zgjerë ky Kazani pjesës që pritet pastaj. Nuk di, ndoshta rritja e intensifikimit të protestës, marrja e një mase të madhe voluminoze me njerëz ka bërë që të ketë frikë kryeministre me gjithë enturazh, në mënyrë që ndoshta ka pasi një kërkesë, një lutje që të bllokohet kjo pjesë sepse nuk shpjegohet ndryshe, megjithënë duke parë dhe evolvimin e situatës, jo ne që e dinim, por ato të dalën në publik. Përveç kësaj, unë mendoj që do të bëndë çdo njeri si puna e tij do të bëndë pamundur. Ta bënd mundur, si thoshte edhe ajo e mjekësisë, që të mbajmë letrat që mos vinë në këtë periudhë të nxehtë. Unë më të them që këto ditë do të jetë komiteti për stabilizim e asociim, ndërparlamentar pra bashkë me Parlamentin Evropian, ku temat e ditës do të jenë pikërisht Balluku dhe Akshi, kështu që edhe në Parlamentin Evropian mendoj dhe gjykoj që tema do të jetë përveç se fokusi mbi protestën, por do të jetë temë kryesore do të jetë dhe korrupsioni qeveritar, i cili nuk është bërë alarmant dhe kemi parë se çfarë po ndodh si në Parlamentin Evropian, kur edhe pse kanë heng drek me kryeministrin, keni dëgjuar që përsa i përket Ballukut thonë që nuk negociohet, pra është një temë e nxehtë, një patatë e nxehtë që u mbahet fort në durrët e qeverisë, por që po i djegë 3-4 shtresa lëkur nga nxehtësia e madhe në të cilën ndodhet situata, kështu që besoj se në ditët vijim do të kemi pavarësisht data 16 nëse rikthehemi apo në detyrë, pastaj kjo do të ishte me utall me njerëz me bërë qesharake, me kthyr atë tragjedin, me kthyr në komedi, në përçmim, nuk di çfarë mund ndodhi, por them që shumë e rrezikshme loja në të cilën kërkojnë, domethënë edhe Vjezi Bos dhe Bishti Përpjeti bie në këto momente. Uroj shumë që të ketë një përgjegjësish nga SPAK për nxitimin e situatës dhe temën e nxehtë publike në të cilën ndodhet, kur është një dynja e tërë, një Shqipëri e tërë, por jo vetëm Shqipëria, por edhe ndërkombëtarisht në gjitha marrëdhëniet që ka Shqipëria, që ka sytë e vesh se çfarë po ndodh me çështën Balluku, pa harruar të takshit. Tani, Gjokutaj? Shikoni, Flavio, në ç'pozita ligjore është Balluku, nëse është e paqartë, ndoshta që nga premisa fillestare për publikun?